وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسه. الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أما بعد falëndrimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tina deri në ditën e gjykimit, Allahu na bëf prej tyre. Vëllezër, duke filluar prej ajetit 114 të surës An-Nahl, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, e fillojmë këtë hutbë. Shukri edhe falënderimi nuk është thjesht prej shtyllave të zemrës së besimtarit, por se ajo nuk është as vetëm një fjalë. Shukri dhe falënderimi janë vërtet njohja Allah subhanahu wa taala. Përveç njohjes, ato janë edhe veprimi me të cilin na duhet gjithë jetën tonë me përthakuar me falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Edhe ju falënderojeni vetëm Allahun subhanahu wa taala, nëse vërtet jeni prej atyre që adhuroni vetëm atë. Ajeti na jep një mësim shumë të mirë. Nëse ti nuk e falënderon Allahun subhanahu wa taala, atëherë dije se edhe adhurimi të cilën ti e bën, ibadetet të cilat ti vazhdon të kryen janë të mangëta. Washkuru lillahi, falënderoni Allahun in kuntum iyyahu ta'budun, nëse vërtet atë adhuroni. Do thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet falënderimin e lidh me adhurimin ndaj tina. Falënderimi vëllazër është fryma e tauhidit. Falënderimi vëllazër është fryma e besimit në shtëshmërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse njeriu i cili e njeh Allahun, njeriu i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala dije se e din se burim i çdo mirësisë tina, burim i çdo furnizimi tina, edhe kupton se nuk ka gjë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ajri të cilën ti e nat, diellin të cilën ti e sheh, bukat të cilën ti vazhdon me hanç çdo ditë, furnizimet të cilat ty të vinë çdo ditë, fëmijat të cilët ti i kije, një nanë e cila vazhdon edhe lutesh për ty, dije se këto janë bekim për mirësisë Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Edhe çdo mirësi, çdo të mirë të cilën ju e keni vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Kur njeriu e harron këtë gjë, kur njeriu vazhdon edhe jeton në dynjë edhe e harron falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, dietarët këtë harresë e kanë quajtur kufrun ni'me. Kufrun ni'me i bën mohim i mirësive. Jo çdo kufër që e dinja na çet prej fejes, por se ka edhe kufër i cili është mohimi i mirësive të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve. Qysh i mohon robi mirësitë të cilat Allahu t'i ka dhënë tyje? Kur vazhdon ti për i shfrytëzon ato mirësi, i shfrytëzon ato të mira, e shfrytëzon tokën e Allahu subhanahu wa taala që ka krijuar ato, edhe nuk e falënderon atë. Tha Allahu në Kur'an, edhe nëse ju mundoheni me i numëru mirësitë e Allahut, nuk jeni në mundësi me i numëru ato. Çka po ti bën këtë në lidhje me këtë ajet? Po se përveç se ti nuk mundesh me i numërue mirësitë e Allahut subhanahu wa taala, ti as nuk mundesh me u falënderu për çdo njëri prej tyre.
Andaj mjafton fjala e robi kur thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe falëndrimi ta kanë Allahu subhanahu wa taala, Zotit të gjitha botave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men la yashkurin nasa la yashkurillah." Kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e ka falëndëruar as Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidh falënderimin të cilin ti e ke ndaj njerëzve, ndaj atyre të cilët ti i ke pranë, e lidh me falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Hadithi i Allahut është thesar që duhet me bë edukatën më të lartë islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes këtij hadithi neve na jep një virtyt, një cilësi të edukimit se si me udhëkuar në këtë dynjë. Jo me vazhduar dhe me shpërdoru mirësitë të cilat i bën dikush për njerëzve tyre. Falënderimi ndaj njerëzve është pasqyra më e mirë e falënderimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili nuk e vlerëson mirësinë e njerëzve, ai i cili nuk i din të mirat të cilat njerëzit i kanë bërë tyje, si ka mundësi ai me ditë të mirat të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë. Ai i cili nuk i falënderon njerëzit, si ka mundësi ky person me falëndruar dhe Allahun subhanahu wa taala. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sunia ilayhi ma'rufun falyati." Kushdo të cilët i bëhet mirë, le shpërblen për to. Çdo njeri të cilit i ke bëhet mira, do të më pritet në shpërblim për atë mirë të cilën ta ka bëu. Fa in lam yajid ma yalzi, nëse nuk mundesh me gjetë diçka e cila ka më shpërblyer ty, fa yusni alej. Atë vetëm falënderoj. Dikush i cili ka ardhur të ka bëu ty një të mirë, moment që ti ke pas çtira tu ka gjin ty e pranë, momenti që ti ke pasur nevojë e ke pas ato pranë teje. Ajo për edukatët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë mirë dush me shpërblyje me diçka. Por nëse nuk je diçka, me çka me shpërblyje, atëherë mjafton vetëm me falëndruar ato. Mjafton që vetëm me gojën tonë, me gjuhën tonë, me falëndruar ato, si shenjë falënderimi ndaj tina edhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse një lloj vazhdon pyetje me ndihmë çdo herë, mjafton fjala me mirë të cilën e përmend Omer ibn Khattabi se Allahu të shpërblet në gjitha mirat. Allahu të shpërblet në gjitha mirat. Prandaj ti nuk e din se cilat mira janë prej Allahut subhanahu wa taala. Mundet që kjo dua e jotja, përveç se është falënderim, është edhe dua e jotja, të cilën ti i thuaj dikujt Allahu të shpërblet me të mira, me u pranu te Allahu subhanahu wa taala dhe don Allahu që atina më hap të gjitha portat e mirësisë edhe furnizimit. Për me ditën se si me falëndërua dhe si më konë rrë falëndërues, shembullin më të mirë e kena të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prej robërve, prej njerëzve më falëndërues se tyre e Allahu subhanahu wa taala ka krijuar në rrugën e tokës. Ai ishte falëndërues në çdo rrethon, edhe kur ishte në varfëri, edhe kur kishte fitore, edhe kur kishte smundje, edhe kur kishte begati. Transmetuar pe Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prej njerëzve që më shumë ti bënte namaz natë. Saqë gjatë zgjatjes së namazit natës aty vazhdon edhe ju hajshin kont, duke ne shumë kont për Allahun subhanahu wa taala. Edhe i thot Aisha radhiyallahu anha në pejgamberin se oj dërguari i Allahut, po ty Allahu ti ka fal gjitha mëkatet. Ty Allah ta ka garantuar që ti nuk i mëkate as nuk i më bë mëkate. Ty Allahu subhanahu wa taala ta ka garantuar edhe xhenetin e tina. Pse e mundon vetëm kaq shumë? Pse vazhdon kaq shumë me adhuru Allahun subhanahu wa taala? Pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Afala yakunu abdan shakura. Pavarësisht gjitha këtyre mirësive të cilat Allahu i ka dhënë mua. Pavarësisht gjitha këtyre garantive që Allahu subhanahu wa taala i ka thonë për mua. A nuk mjafton që unë më kon rob falënderues? Afala yakunu abdan shakura? A nuk mjafton që unë më kon rob falënderues me falëndrim për Allahu subhanahu wa taala? Subhanallah. Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e mirë që e kthyn rrugën e tokës. Krijesa më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Edhe vazhdonte me falëndru Allahun subhanahu ka shumë. Ishte njëri i garantuar që nuk kishte mëkate, edhe as nuk do të bënte mëkate. Edhe vazhdonte me falëndru Allahun subhanahu ka shumë. Si është gjendja ajo? Që çdo ditë vazhdon me bëmë mëkate. Që çdo ditë vazhdon me mëkatu Allahun subhanahu taala. Edhe nuk e gjejnë as fakun fjalonin tonë një fjalë, elhamdulillah me thon falënderoj Allah vetëm për frymën të cilën ti vazhdon edhe e merr çdo ditë. Mos ti numërojnë mirësi të tjera të cilat Allahu na ka dhënë neve. Falënderimi siç kanë thënë dietarët i ka edhe disa shtylla. Falënderimi siç e kanë thënë dietarët i ka edhe kushtet e veta. Njohja e mirësisë në zemër, që ta ndjesh se çdo gjë vjen prej Allahut subhanahu taala. Kjo lidhet edhe me besimin e kaderit të Allahut atje. Kjo lidhet edhe me besimin në emrat e Allahut subhanahu taala. Kur ti e din se Allahu është Ghafur, është falët, kur ti e din se Allahu subhanahu është Razzaq, furnizues, si ka mundësi që ti në zemrën tonë me pas dyshime tjera? Si ka mundësi që ti në zemrën tonë me pas edhe frikën e furnizimit, edhe mos me vazhdojmë të falënderojmë Allahun subhanahu taala. Përmendja me gjuhë, që më thon elhamdulillah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillah tumli'ul mizan. Fjala elhamdulillah kur thot robi vetëm se e mbush peshorën e veprave tina.
Në një hadith tjetër thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur gjitha adhurimet e cilat i bën robi gjatë gjithë jetës tina, të peshohen në një anë të peshorës tina ditën e gjykimit. Edhe fjala elhamdulillah, dhikr elhamdulillah, të cilin ti e thue me sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa taala në anën tjetër, padyshim se elhamdulillah kishte me mbush ato dhe kishte me obtenir ato. Fjala elhamdulillah, me falëndëruar Allahun subhanahu wa taala është prej imanit më të mirë të cilin ti e ke. Përmendja me gjuhë Allahu të shpërblet, falënderim edhe qoftë ndaj Allahut, qoftë edhe ndaj njerëzve të tjerë. Prandaj përdorimi i mirësisë Allahut subhanahu wa taala me bindje ndaj Allahut, ta përdorësh shëndetin tënd në ibadet, ta përdorësh pasurinë tënde në halal, ta vazhdosh ta përdorësh pozitën tënde me drejtësi, edhe mos vazhdo të ngatosh në mënyra tjetër. Ta përdorësh shëndetin tënd në mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala, ta vazhdosh të furnizimin e pasurinë tënde që ta ka dhënë Allahu me vazhdu dhe me shpërdoru ato, apo pozitën me të cilën Allahu subhanahu wa taala të ka ngritur tyje me vazhdu dhe më punë njëri pa dhe kjo nuk është për falëndërimit. Kjo bën të ajo të cilën e përmendëm në fillim kufrun ni'ame, e që është mohimi i mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i tha familjes së Davudit, amelu ala Davud shukra. O familja e Davudit, vazhdoni ju edhe punoni me falëndërim Allahut subhanahu wa taala. Kjo do të thotë se falëndërimi i vërtet është veprim edhe jo veç fjalë. Jo veç fjalë, jo vetëm me vazhdu edhe me thonë, por se me vazhdu edhe me vepru me këtë fjalë. Tha Allahu në Kur'an, wa qalilun min ibadi ash-shakur. E pak janë prej robërve të më falëndërues. Shumë pak janë për njerëz dhe për robërt të Allahut subhanahu wa taala, të cilët e gjejnë kohën që me ndohen një moment gjatë ditës tyre edhe me qenë falëndërues ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan falam yahmidillah 'alayha kana dhanba." Nëse Allahu subhanahu wa taala e ka furnizuar dikon për robër me të mira, dikon Allahu subhanahu wa taala ka furnizuar me mirësi të mëdha, edhe prandaj mas kësajna, ky nuk e falënderon Allahun, kjo ka mundsuar në mëkat për to. Kjo llogarit Allahu sa si prej gjinohet të cilat i ka vuar robi. Të mirat të cilat Allahu t'i ka dhënë ty. Ti nuk e falënderon ato, gjatë gjithë kjo ka mëkon një mëkat për të cilën ti ke dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa zemra falëndëruese është shenjë, është ndryshim i imanit të cilin ti e ke. Mos mendo se falënderimi është vetëm pasuri të cilën na e kemi. Shumica për njerëzve kur thonë se Allah furnizon me të mira, e kena për qëllimin te parat atje. O Allah furnizon me të mira, e kena për qëllimin se më na urritën e pasunia. O Allah furnizon me të mira mund të qenë akidja jote e pastër. O Allah furnizon me të mira më kon shoqëria jote e sinqertë. O Allah furnizon me të mira më më kon shëndeti jot. Jo është herë mendja më kon veç te parë. Jo është herë më kon mendja veç te pasuria. Edhe elhamdulillah kur thush, mos thuj veç elhamdulillah kur ti e ke blerë një shtëpi atje. Mos thuj elhamdulillah veç kur ti ke arritur diçka me një pozitë me pasurinë tonë. Thuj elhamdulillah për një fëmijë të hajrit që e ke. Thuj elhamdulillah për këtë akide, për këtë menhaj të cilën ti e ke. Thuj elhamdulillah veç se e adhuron Allahu subhanahu wa taala. Kur vazhdon të shën njerëzit në rrugë të cilët nuk e dinë adhurimin e Allahut, kur vazhdon të shën njerëzit në rrugë se nuk e dinë qëllimin e jetës tonë, a nuk është shembulli më i mirë çaj në rrugë me thonën te elhamdulillah për imanin tonë? A nuk është shembulli më i mirë ai në rrugë atje që ti mira ditë mirësinë e Allahut subhanahu wa taala, që të ka udhëzuar dhe të ka pruar këtu në xhami e nuk kalon atje në rrugë? Fjala elhamdulillah është gjithë përfshirëse. Fjala elhamdulillah është për çdo gjë, për çdo sferë të jetës tonë. Prandaj çdo njeri për ne duhet të mësojë gjuhën tonë. Duhet të mësojë gjuhën tonë që në momentin që ti zgjohesh për gjuhën e ke duajën, falënderimi takon Allahut i cili më ngjallja përpara se isha në Fjalën e parë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që në momentin që ti mëngjes i çil sytë të me falëndëruar Allahun që u çove prapë. U zgjove prapë mëngjes, edhe po i fiton mirësitë e tina. Duhet të mësojë Allahun tonë, gjuhën tonë me falënderim, qoftë ndaj Allahut, qoftë edhe ndaj njerëzve. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ata të cilët kur i godet në një fatkeqësi, nuk vazhdojnë që me mbosh ndaj sajna, por se thonë se na të Allahut jemi edhe prapë ai kena më kthye. Kjo është mënyra e falënderimit të cilën e bëjnë robët, që kur goditen me ndonjë sprovë, prapë kthehen te Allahu me durim edhe falënderim. Kjo është minjoja e robërve të durueshëm. Ata të cilët falënderojnë Allahun edhe në vështirësi, sepse e dinë se çdo gjë e cila vjen është prej kadencës së takimit të Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min. Është për çudi me çështjen e besimtarit. Inna amruhu kulluhu lahu khair. Se gjithë çështja e tij për to është hajër. Nëse Allah ka furnizuar me mira, kjo është hajër për ty. Nëse Allah ka goditur me ndonjë sprovë, prapë kjo është hajër për ty. Çuçi kur Allah godet me sprovë është hajër për ty po. Sepse Allahu e godet me sprovë, i sprovon ata njerëz të ai i dhan. Inna Allaha ma'a sabirin, sepse Allahu është me dërimtarët. Inna Allaha yuhibbu sabirin, sepse Allahu i don dërimtarët. Prandaj edhe në sprovë duhet me kon rob falëndëruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur e mira
I ndodhë robit të Ademit, ai vazhdon edhe falënderon to. Kur e godes prova, vazhdon edhe duron dashojna. Edhe të dyja për tyre janë problem. Një nënë e cila vazhdon me shndruar gjithë natën për ty për me bëu dua për birin e vet. A nuk e meriton këni falënderim te Allah subhanahu wa taala? Ni hoxh, ni mësues i cili vazhdon me nejtën para teje me ta mësuar fjalën e Allahut edhe me të udhëzuar rrugën e drejtë. A nuk e meriton këni falënderim? Ni shok, ni vllai i sinqert i cili çdo herë është pranë teje kur ti ke nevojë. A nuk e meriton këni falënderim? Prindrit të cilët çdo herë mundohen për ty që ti më postën një sa më mirë, a nuk e meritojnë tani falënderim? Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yanqatu an-ni'matu an qaumin hatta yakunu hum alladhina yaqta'una ash-shukr. Asnjëherë mirësia nuk i ndërprihet në një popull derisa ata të ndalojnë falënderimin. Për gjendjen të cilën na e kena, nuk duhet me fajsua kërkon vllazën tonë. Duhet me fajsua veç veten tonë. Për gjendjen, problemet të cilët i kena, nuk duhet me fajsu edhe me gjithë fajnë të një kush tjetër. Fajë është të vetja jonë, sepse thotë pejgamberi sa mirësit nuk i ndërpritet një populli. Të mirat nuk i nalen një populli asnjëherë, veç ata kur të nalen për falënderimin. A nuk i nalen për falënderimin dhe Allah subhanahu wa taala? A nuk ka humb falënderimin në mesin tonë? Përveç ndaj Allahut, edhe në mesin e vëllezërve tonë të cilët kur kena nevojë na gjejnë prapë na nuk i falenderojnë ata. Prandaj humbja e mirësive është shkak i fajit tonë, është shkak i mos falënderimit tonë Allah na ruaj prej kësaj gjendje. A dëshiron ti ta njësh vërtet dashurin ndaj Allahut subhanahu wa taala? Shikoj se sa shpesh e falenderon. As sa shumë ti e don Allahun, aq edhe falenderon. Të thajë te imi Allahu më shoh se kush e njeh Allahun nuk mund të mos e dojë atë. E kush e don atë padyshim se nuk mund të edhe mos më e falenderoj atë. Nëse ti e don Allahun, nëse ti e njeh Allahun, edhe ki me dosh Allahun subhanahu wa taala. E nëse ti e do Allahun, padyshim se edhe ki me falendëruar ato për çdo mirësi të cilën ai ka kallon tyje. Çdo rrohet zemër të cilën ti e bën, çdo hap të cilin e he, çdo frymë të cilin e merr, është prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala. A nuk e meriton ai të thuash elhamdulillah çdo ditë? Andaj vllazën dashur. Falënderimi nuk është luks i shpirtëror të cilën na kena, por se falënderimi është detyrim për çdo njeri prej neve. Kush e harron këtë vetëm se Allahu ja heq atina bereqetin. Tha Allahu në Kur'an, la in shakartum la azidannakum. Edhe nëse jeni për atyre të cilët e falënderoni Allahun subhanahu wa taala, Allahu ju vetëm se kam ja ushtuar mirësi. Shtimi i mirësive, shtimi i begative Allahu në ajet e lidh me falënderimin e tij. Andaj, jetimi për atyre të cilët e falënderojnë Allahun çdo mëngjes edhe mbrëmje. Jetimi për atyre të cilët e mësojnë fëmijët e tonë për me thonë falënderim, për me thonë Allahu shpërblim, për me falëndruar Allahun dhe me falëndruar njerëzit. Jetimi për atyre që edhe mirësinë të cilën ta bëjnë njerëzit tyje, me vazhdojnë falëndruar ata. Andaj, edhe kjo hutbë të cilën po e moj sot, nuk është e zgjedhur rastësisht për falënderimin. Për këtë periudhë të cilën kam qenë këtu imam, kjo është hutbja e fundit që po e moj. Lusë Allahun që më takojë prapë. Andaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e ka falëndruar Allahun subhanahu wa taala. Përveç se është hera e parë jam janë këtë xhami, përveç se i kanë gjetë disa xhamat të ri, nuk mund me gjytë edhe xhamat. Mendoj që e kam ditë një shoqëri të ri. Andaj mjafton për mundësisë se mundna me bë, do thonë Allahu shpërblet çdo njeri për xhamatit, për kuriozitës, për djemve të ri, për mikpritjen, për mirësinë edhe për shërbimet të cilën e kanë pasur ndaj meje gjatë gjithë kësaj periudhe. Elos Allahu subhanahu wa taala që gjithë ju Allahu më dhon mirësi. Elos Allahu subhanahu wa taala që Allahu më dhon iman deri në ditën e fundit. Sa i bote elos Allahu subhanahu wa taala që çdo herë na takojnë në hajër. Elos Allahu subhanahu wa taala që më na bashkuar me një menhej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم